Rreth një muaj më parë drejtuesit të OVL-UÇK-s ftuan qytetarët të nënshkruajnë peticionin siç e quajnë ata kombëtar në mbrojtje të vlerave të luftës, si dhe për një gjykim të drejtë ndaj të akuzuarve në hak nga specialja. Deri më tani nënshkrimet e mbledhura janë përtej numrave që i kishin pritur. Kemi shpresuar se do të bëjmë shumë, them sinqerisht, kemi shpresuar se do ta bëjmë mbi 300.000, po që tash po këshim sa do ta bëjmë, po rreth 220.000 shpresoj se do t'i bëjmë i tërzuar. Përveç formës elektronike, peticioni ende vazhdon të nënshkruhet edhe fizikisht në terren. Dosjet me peticione, Gucati thotë se do t'i dorëzojnë në gjykatën speciale në javën e parë të majit. Kemi më mbi 100.000 nënshkrime deri më sot. Ne do të bëjmë raporte të tjera se sot ku kemi shku. Ne presim 5-6 maj, shpresojmë që do t'i dorëzojmë në gjykatën speciale. Derisa vlerëson sinism, avokati Ardian Bayraktari thotë se ky peticion nuk mund të ketë ndikim në vendimin përfundimtar të gjykatës speciale lidhur me rastin e 4-shës së UÇK-s. Natyrisht efekt të drejtë për drejtë në proces të vendimarrjes nuk duhet me pritë dhe nuk kanë, për faktin se siç dihet, domethënë gjykata, gjithsesi cila gjykatë duhet me vendosë mbi bazën e provave, mbi bazën e fakteve. Nënshkrimi i peticionit është duke u zhvilluar paralelisht edhe në qytetet e tjera të rajonit, përfshirë Tiranën, Shkupin dhe Tetovën. Në përpjekje për ta kundërshtuar gjykatën speciale, kategoritë e dalën nga lufta ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në të kaluarën kanë organizuar edhe protesta në kryeqytetet e shteteve shqiptare, si dhe në Hagë, Strasburg.